Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se porosia e kryeministit Mickoski ndaj partnerit shqiptar në qeveri është shantazh. Kandidati për kryetar të qytetit Shkupit Orse Gjorgjevski thotë se me një organizim të mirë do të pastrojë Shkupin për 72 orë. Për një ditë, policia shqiptoi mbi 1000 gjoba për shkelësit e komunikacionit rrugor, mbi 700 janë për tejkalim shpejtësie. Të dielën, seansi jashtëzakonshme për formimin e qeverisë së Kosovës, nëse Kurti nuk siguron 61 deputet, presidenti ja jep mandatin opozitës. Të nderuar shikues, përshëndetje. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se porosia e kryeministit Kristian Mickoski ndaj partnerit shqiptar në qeveri është një shantazh i drejtë për drejtë që VMRO DPMN e bën ndaj Vlenit. Analisti politik Gjenuri Seni thotë se fjalori i Mickoskit është në suazat retorikës zgjedhore, ndërsa gazetarja Teuta Buçi vlerëson se Mickoski po kërkon territor të pastër. Analisti politik Gjenuri Seni, duke komentuar deklaratën e fundit të kryeministit Kristian Mickoski, e ka cilësuar atë si pjesë të retorikës zgjedhore. Ai, gjatë emisionit Debat në Shenja, theksoi se me retorik të këtill, Mickoski po përpiqet të ruajë kohezionin brenda partisë në prag të kongresit, ndërkohë që përballet me presionet e brendshme dhe me rrënjët të mbështetjes për aleatët opozitare. E para mendoj se është në suazat të retorikës zgjedhore, sepse ndihemi në proces zgjedhor dhe VMRO-ja ende domethënë ngaron me kandidatët e saj në balotazh, qoftë me në dy komuna me partnerët e koalicionit Vlen dhe komuna tjera me LSDM-n. Duhet ditur që Kristian Mickoski ka domethënë edhe kongres partijak në dhjetor. Këtë kjo paksa i vështirëson atij punën lidhur me llogaridhënien edhe me presionet që po i bëhet, sidomos nga e majtja aparësia me humbjen e 140.000 votave në krahasim me një vit e gjysmë më parë, domethënë ka rënje tushme. Ndërkaq, gazetarja Teuta Buçi e ka cilësuar retorikën e ditëve të fundit të kryeministit si një shantazh të drejtë për drejtë që VMRO e bën ndaj partnerit, pasi koalicionin për zgjedhjet lokale po interpreton si një favor që u ka bërë Vlenit për të fituar në disa komuna. Përshtypja ime është se Mickoski po kërkon territor të pastër, domethënë po tenton të marrë gjithë kontrollin e qeverisë dhe ai të vendos për gjithçka dhe kjo është edhe deklarata e tij, në një farë mënyrë ai po përpiqet të na tregojë se ai është domethënë ai ka sjell fitoren Vlenit në komunat ku kanë fituar dhe në një farë mënyrë ta legjitimoj atë politikën e tij ose rolin e tij arbitrar. Kujtojmë se Mickoski dje u dërgoi një porosi liderëve të Vlenit, duke thënë se VMRO-ja ka bërë sakrificë sa i përket mbështetjeve të kandidatëve të Vlenit dhe në këmbim kanë kërkuar vetëm respekt. Ai tha se nuk ka marrë respektin e pritur dhe nuk do ta harrojnë këtë. Deklarata e kryeministit vjen pas asaj të Bilal Kasamit ditë më parë, i cili në një media jashtë vendit deklaroi se në Korçovë do të mbështesin kandidatin shqiptar, pra jo atë VMRO DPMN-s. Banal, ofendues dhe të padenj, kështu ka cilësuar koalicioni Vlen fjalorin e liderit BDI-s Ali Ahmeti gjatë konferencës së dieshme për media. Për ta, kjo retorik nuk është gjë tjetër përpos dëshmie panikut dhe përfundimit politik të tij. Në reagim thuhet se shqiptarët nuk janë gazim mestan, por popull krenar që më 19 tetor dëshmoi pjekuri demokratike dhe dëshirë për ndryshim. Koalicioni Vlen ka reaguar pas konferencës së dieshme të liderit të BDI-s Ali Ahmeti. Në reagim, Vlen e ka cilësuar si banal, ofendues dhe të padenj fjalorin që përdori Dia Ahmeti. Sipas tyre, ky fjalor është dëshmia më e qartë e humbjes së kontrollit e panikut dhe përfundimit politik të një njeriu që për 20 vjet e trajtoi popullin e vet si pronë private.
Ahmeti sot nuk flet më si lider politik, por si dikush që përfundoset në gjuhën e vet të urrëties, kur një njeri që ka udhëhequr për 2 dekada e quan popullin e vet nga Zimestan dhe i ofendon me 700.000 nana, atëherë çdo shqiptar e kupton se ky njeri nuk përfaqëson më askënd përveç e vetes dhe rrethit të tij të privilegjuar. Shqiptarët e mashinisë së veriut, si ata që votuan për Vlenin, ashtu edhe ata që votuan për AKI-n, nuk janë nga Zimestan, por janë kom krenar që të dielën e kaluar më 19 tetor dëshmoi të lartë demokratike dhe foli me vendoshmëri për ndryshim. Nga ky subjekt kanë thënë se respektojnë çdo votë dhe çdo qytetar që mori pjesë në procesin zgjedhor, të cilin e quajtën historik dhe besojnë se më 19 tetor populli shqiptar u çlirua nga frika, presioni dhe shantazhi politik. Vlen është i bindur se edhe në rrethin e dytë të zgjedhjeve do të korrin sukses dhe do të fitojnë pothuajse në të gjitha komunat shqiptare. Kujtojmë se lideri i BDI-s të premten pati paraqitjen e tij të parë pas zgjedhjeve lokale. Në të ai tha se fitues të zgjedhjeve kanë qenë AKI, pavarësisht faktit se ata kanë fituar më pak kryetar komunash. Ndërkaq Vlenin ai e quajti shoqate Gazimestanit. Kryeqytetit po i kanoset një epidemi e cila mund të shpërthej nga çasti në çast për shkak të plehrave të grumbulluara. Kandidati për kryetar qytetit Shkupit nga radhët e VMRO DPMNES ose Gjorgjevski ka thënë se me organizim të mirë problemet mund të zgjidhen shpejt. Në 72 orët e para, siç paralajmërova, me përgjegjësi pohojse, qyteti do të pastrohet, ka thënë ai. Përderisa partitë politike janë në fushat zgjedhore, kryeqyteti po ngulfatet nga mbeturinat, ku premtimi kryesor i kandidatëve për qytetin e Shkupit është edhe pastrimi në tërësi i qytetit. Kandidati për kryetar të qytetit të Shkupit nga radhët e VMRO DPMNES ose Gjorgjevski ka theksuar se Shkupi aktualisht po përballet me situatën më të keqe ndonjëherë. Ai në një emision televiziv siç transmeton Mia, ka thënë se me organizim të mirë, problemet mund të zgjidhen shpejt dhe se në 72 orët e para do të kryhet një aksion i madh për pastrimin e qytetit, në të cilin do të përfshihen të gjitha komunat, ndërmarrjet publike dhe kompanitë me përgjegjësi shoqërore. Kolega Utrinova povtërnos me Na duhet vetëm një organizim i mirë, nuk ka pasur kurrë një situatë kaq të keqe sa sot. Duhet ta pranojmë këtë, dhe kjo është një situatë faktike. Por kur them një organizim i mirë, besoj se dita organizoj mirë situatën dhe t'i zgjidh problemet. Në 72 orët e para, siç paralajmërova, me përgjegjësi pohoj se qyteti do të pastrohet, do të bëhet një pastrim i madh i përgjithshëm, në të cilin jo vetëm qyteti do ta bëjë, por të gjitha komunat do të ndihmojnë këtu. Ky është organizimi. Gjorgjevski theksoi se në 4 vitet e fundit nuk ka pasur asnjë takim koordinues me qytetin e Shkupit, gjë që e konsideron të papranueshme. Ai theksoi se si kryetari i BNVL-s ka treguar se si bashkëpunimi duhet të jetë në interes të qytetarëve. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se për një ditë ka shqiptuar 1062 gjoba për shkelësit e trafikut. Pjesa më e madhe e shkeljeve, ose 716, janë për tejkalim shpejtësie. E premte e zezë ka qenë dita e djeshme për shoferët të cilët nuk i kanë respektuar rregullat e komunikacionit. Vetëm gjatë ditës së djeshme, policia ka shqiptuar 1062 gjoba, prej të cilave 716 janë për shoferët të cilët e kanë tejkaluar shpejtësinë e lejuar. Si rezultati kontrollave të rregullta të trafikut të realizuara nga punonjësit e policisë në të gjitha sektorët, nga gjithsej 1065 gjoba të lëshuara, 716 shkelje lidhen me shoferë që nuk kanë respektuar shpejtësinë e lejuar. Sipas përmbledhjes statistikore të aktivitetit policor, u regjistruan gjithashtu 50 shkelje për parkim të gabuar, 82 masa për shofer pa leje drejtimi, 14 gjoba për shofer fillestar, 16 gjoba për drejtim në ndikimin e alkoolit. Nga ana tjetër, sipas ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, janë gjobitur edhe 8 motociklistë për mosmbajtje të helmetes mbrojtëse, si dhe 2 këmbësor. Gjithashtu, 44 pjesëmarrës në trafik janë gjobitur për mospërdorim të rripit të sigurimit. Sipas ligjit për automjetet, 23 automjete janë ndaluar nga qarkullimi për shkak të mosregjistrimit dhe një automjet për shkak të defekteve teknike, ndërsa një shofer ka marrë gjobë për mosrespektim të kushteve të erësimit të xhamave të automjetit.
Kandidatja për kryetare të komunës qendër Biljana Ivanovska nuk do të ftojë qytetarët të votojnë për ndonjë kandidat, sepse secili qytetar është i arsyeshëm dhe ka të drejtën e votës dhe është përgjegjës se për kë do të votojë. Ivanovska në raundin e parë të zgjedhjeve fitoi 4465 vota. Kushdo që të fitojë, nëse me të vërtet përpiqet të mbrojë interesin publik, duhet të marrë vendime në të mirë të gjithëve dhe të mbrojë të drejtën kushtetuese për një mjedis të shëndetshëm mjesor dhe pjesëmarrjen aktive të qytetarëve në krijimin dhe marrjen e vendimeve, tha Ivanovska në konferencën për shtyp së bashku me këshilltarët e zgjedhur nga iniciativat qytetare të bashkuara në platformën të pavarurit së bashku. Ajo theksoi se është inkurajues fakti që qendra ka një masë kritike qytetarësh që nuk mendojnë sipas vijave partijake dhe janë të vetëdijshëm se ndryshimet duhet t'i bëjnë vetë. Akrepat do të kthehen përsëri për një orë prapa, që gjithmonë në natën ndërmjet të shtunës dhe dielës fundjavën e fundit të tetorit fillon periudha e ndryshimit të orës, duke lëvizur akrepat para ose prapa për një orë. Sonte do të përfundoj ora verore, akrepat e së cilës do të kthehen 60 minuta prapa dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të marsit. Të dielën në orën 3, akrepat kthehen 60 minuta pas duke u bërë ora 2. Ndryshimi i orës në kontinentin evropian u vendos si ligj evropian në vitin 1981. Zhvendosja e akrepave në Europën perëndimore është vendosur në fillim të viteve 70 me shpjegimin se me këtë zgjatet dita, rritet produktiviteti, përmirësohet aftësimi i njerëzve dhe dita e punës bëhet më efikase. Drejtoria për punë hidrometeorologjike informoi se vendi do të jetë në ndikimin e një aktiviteti ciklonik i cili do sjellë mod të ndryshueshëm me rreshje lokale shiu dhe me erë të përforcuar her pas here të fortë nga drejtimi jugor dhe jug-perëndimor. Rreshje veçanërisht dendura priten në rajonet perëndimore, sidomos gjatë natës drejt të hënës kur era do të arrijë shpejtësi deri në 90 km/h. Në rajonet perëndimore pritet të bjerë mbi 30 litra shi për metër katror, do të ketë kushte dhe për shfaqje të vetimave dhe bubullimave në pjesët perëndimore të Maqedonisë Veriut. Edhe në Shkup dhe rrethin, gjatë kësaj veprimtarie ciklonike, do të fryjë erë përforcuar her pas here e fortë nga jugu dhe jug-perëndimi, ndërsa do të ketë edhe rreshje të her pas hershme shiu. Se përket temperaturave, ato do të mbeten mbi mesataren për këtë periudhë të vitit dhe do të lëvizin nga 15 deri në 22 gradë, ndërsa në Shkup temperatura do të arrijë rreth 19 gradë. Vazhdojmë të themi lajmet. Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të kenë mundësi të votojnë për formimin e qeverisë së re të Kosovës në seancën e jashtëzakonshme plenare e cila është caktuar për ditën e diel. Nëse lëvizja vetëvendosje nuk arrin të sigurojë 61 vota, presidenti brenda 10 ditësh do t'i ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin që ka shanset më të mëdha për formuar qeverinë. Nëse as pas përpjekjes së dytë qeveria nuk mund të formohet, presidenti sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbahen brenda 45 ditëve. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk ka folur për sigurimin e 61 votave të nevojshme për formimin e qeverisë së re, e cila pritet të votohet të dielën. Kurti nuk i është përgjigjur gazetarëve duke mos dhënë asnjë koment mbi situatën politike dhe procesin e krijimit të shumicës parlamentare. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të dielën në orën 10 për të votuar qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Nëse qeveria nuk zgjidhet deri të dielën, Kosova mund të përballet me një krizë të re institucionale. Në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, lëvizja vetëvendosje doli partia e parë me më shumë vota, por jo mjaftueshëm për të formuar e vetme qeverinë. Aktualisht nuk është e sigurt nëse kjo parti do të arrijë të sigurojë votat e nevojshme nga partitë e tjera për të formuar shumicën. Vetëvendosja më herët ka lënë të hapur mundësim për koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por ka përjashtuar bashkëpunimin me Partinë Demokratike të Kosovës. Sipas kushtetutës, nëse përbërja e propozuar e qeverisë nuk merr shumicën e votave, presidentja Vjosa Osmani duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh. I mandatuari i ri do të ketë 15 ditë për t'ia paraqitur kuvendit përbërjen e qeverisë dhe programin e punës. Bazuar në vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese, mandatari i dytë mund
mund të jetë edhe nga partia e dytë më e madhe nëse dëshmon se ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë. Megjithatë, PDK-ja ka deklaruar se nuk do të pranojë mandatin në një situatë të tillë. Aktualisht përbërja e kuvendit është si vijon. Lëvizja Vetëvendosje ka 48 deputet, Partia Demokratike e Kosovës 24 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 20 deputet, Koalicioni AAK Nisma 8 deputet. Nga komunitetet, lista serbe ka fituar 9 nga 10 ulëset e garantuara për serbet, ndërsa një vend i takon Nenat Rashiqit nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. 10 vendet të tjera janë të rezervuara për komunitetet tjera jo shumis, bosnjak, turq, goran, rom, ashkalin dhe egjiptian. Nëse vendoset për zgjidhje të reja, Presidentja e Republikës duhet t'i shpall ato pas konsultimeve me partitë politike brenda 45 ditëve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ndodhej në Berlin kuadër të forumit Berlin Global Dialogue, një aktivitet që zhvillohet çdo vit në kryeqytetin gjerman me fokus sfidat globale të ekonomisë, klimës, teknologjisë dhe qeverisjes. E pranishme ishte edhe Ministria Diell. Rama nga Berlini përmes batutave tha se Ministria Diell është shtatzën dhe pret 83 fëmijë, duke lajmëruar kështu se çdo deputet i Partisë Socialiste do të ketë tashmë asistentin e vet virtual. Të gjithë fëmijët e Diellës do të kenë njohuritë në nënës së saj sa i përket legjislacionit të Bashkimit Evropian, theksoi shefi i qeverisë. Diell është shtatzën dhe pret 83 fëmijë, secili do të jetë për çdo antar të parlamentit tonë dhe do të shërbejë si asistent për ta që do të marrë pjesë pra në seancat parlamentare, do të mbaj shënim për gjithçka që do të ndodhë dhe do të informojnë dhe sugjerojnë antarëve të parlamentit lidhur me reagimet e tyre dhe këta fëmijë do të kenë dijen e nënës së tyre sa i përket legjislacionit Bashkimit Evropian dhe gjithçka e tjetër, tha Rama. Gaza përballet me një krizë që po përkeqësohet ndërsa dimri po afron me strehim dhe furnizime jetësore të bllokuara nga Izraeli që të hyjnë në enklav, paralajmëroi Agjencia OKB-s për refugjatët palestinezë. Në një deklaratë në platformën amerikane X, Agjencia e OKB-s për refugjatët palestinezë tha se strehimi dhe materialet dimrore të destinuara për familjet e zhvendosura po qëndrojnë në depot të agjencisë në Jordani dhe Egjipt të bllokuara për të hyrë. Kufizimi i Izraelit për hyrjen e madrave në Gaza vazhdon pavarësisht marrëveshjes së fundit të anëpushimit me Hamasin të arritur në fillim të këtij muaji, që nga tetori 2023, lufta gjenocidale izraelite në Gaza ka vrarë më shumë se 68.000 njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha të premten se Korea e Veriut është disi një fuqi bërthamore. Ai e dha këtë deklaratë teksa largohej nga SBA-ja për një udhëtim në Azi që mund të përfshijë një takim me liderin e Pyonjanit Kim Jong-un. I pyetur nëse ishte i hapur ndaj kërkesës Koreasë së Veriut për të njohur si një shtet bërthamor si parakusht për dialog me Washingtonin, Trump u përgjigj e po mendoi se ata janë disi një fuqi bërthamore. Kur thua se ata duhet të njihen si një fuqi bërthamore, mirë, ata kanë shumë armë bërthamore, këtë do ta them, shtoi ai. Trump pritet të mbërrijë në Korenë e Jugut të mërkurën për forumin e Bashkëpunimit Ekonomik Asiatiko-Paqësor. Kim dhe Trump u takuan për herë të fundit vitin 2019 në Panmunjom në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret e që është vendi i vetëm ku ushtarët nga dy palët përballen rregullisht. Shtëpia botuese Logos A ka nxjerrë nga shtypi numrin 1 dhe 2 të revistës së saj shkencore. Në këto numra mund të shohim tekste akademiko-shkencore nga profesorët eminent botror, Sejid Hussein Nasr, Ibrahim Kallën, Lea Ypi, Ferit Muhiç dhe të tjerë. E përkushtuan dhe zhvillimit të shkencës dhe dijes. Logos A ju sjell artikujt më të fundit nga fusha e shkencave shoqërore dhe humane, informoi shtëpia botuese Logos A. Të dy numrat e revistës mund të gjenden edhe online në faqen academics.logosvisa.com. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.